Ju pagun shtetit diçka, ju nimon shtetit diçka? Po, merr djali kempin, Po. pato kempi dhe kujdestaria, njëri nga ne, marrin kujdestari. Kempi dhe kujdestaria nuk dalin as për ilaçet e fundmuajit, sepse Ilaçet janë shtrejta, apo? Shumë të shtrejta. Ilaçet i marr nga jashtë, nga Franca, Greqia, Italia, kanë arritur dhe shumë emigrant nga Anglia, në mënyra forma të ndryshme me transport mi kanë sjell dhe Nuk e di që është rregulluar në Shqipëri, në Kosovë zakonisht barnat të cilat mungojnë i merr përsipër shteti, të çka nuk gjinden edhe. Jo, edhe pompat që ka i subvencionon shteti, por unë jam i detyrueshëm t'i blej me një kost të pagesë cash tjetër, për shkak sepse ky ka 1 miligram më të shtuar dhe më duhet që unë të shtoj një pagesë që të marr pompat, sepse mu më jep doktoresha pediatre e djalit. Por në momentin që më jep kodin, unë shkoj te farmacia dhe më thotë duhet paguash për shkak se duhet marrësh këtë pompë e cila